Në klinikën e fëmijëve në Kozle ka një rritje të ndjeshme të numrit të kontrolleve dhe vizitave mjekësore nga prindërit që kërkojnë ndihmë për fëmijët e tyre, sidomos në periudhën e fundit kur janë shtuar rastet me simptome gripale dhe infeksione të rrugëve të frymarrjes. Sipas mjekëve të kësaj klinike, gjatë fundjavave, fluksi i pacientëve është më i madh, duke arritur deri në 150 vizita ambulantore brenda 24 orëve. Ata shtojnë se aktualisht po dominojnë infeksionet të cilat po qarkullojnë me intensitet të lartë mes fëmijëve dhe shpeshherë shoqërohen me temperaturë të lartë, koll, rrjedhje hundësh dhe lodhje e përgjithshme. Për momentin ka fluks të rritur të pacientëve e pritshme për këtë periudhë. Numri i fëmijëve që kryejnë kontrolle ambulantore në klinikën tonë rritet. Diku për fundjavë numri arrin deri në 100 pacient për 20 orë. Për momentin infeksionet virusale mbizotrojnë, edhe pse para nesh është sezoni i gripit, thonë nga klinika e fëmijëve në Kozle. Ndërkaq që aktualisht mbi 80% e kapaciteteve të klinikës janë të mbushura me pacientë të shtruar, kryesisht fëmijë që po trajtohen në komplikime të shkaktuara nga infeksionet. Mjekët apelojnë që gjatë kësaj periudhe prindërit të jenë të kujdesshëm ndaj shenjave të para të sëmundjeve tek fëmijët, të shmangin vetë mjekimin dhe në rast të simptomeve më të rënda të drejtohen në kohë në institucione shëndetësore për trajtim adekuat.